General për ambasador. Tani për sa kohë që e lejon jo një jurist, për shumë mund të jetë një jurist. Ka pasur që të merret me spakun. Të merret me spakun. Në fakt në fjalën e ambasador, në fjalën e ushtarakut dëgjuam vetëm flitje për drejtësinë në Shqipëri. Patjetër. Kështu që nuk dëgjuam asnjë referencë për ushtrinë apo për armatim apo për logjistik. Kështu që Shtetet e Bashkuara kanë rreth parë interesin e tyre kombëtar në fokus dhe ndërkërcënimet ndaj sigurisë kombëtare të Shtetet e Bashkuara cilësohen korrupsioni dhe trafikimi i lëndëve narkotike. Në të dyja këto Shqipëria është në fokus si një hangar i rëndësishëm apo dhe si një vend që prodhon për fat keq organizata të konsiderueshme kriminale me shtrirje globale. Kështu që në këtë optik, patjetër që SPAK-u intereson Shtetet e Bashkuara si një kamxhik që godet krimin organizuar. Dhe që lufton dhe korrupsionin, qoftë ky dhe korrupsion politik, patjetër, sepse dhe korrupsioni politik favorizon trafikimin e lëndëve narkotike dhe bëhet kërcënim serioz për sigurinë e Shtetit Bashkuara, sepse dim që droga shkon në vendet e pasura, ndër të cilat patjetër Shtetet e Bashkuara. Qoftë nga Amerika Latine apo edhe në rrugë tjera. Sokol, ka ndryshuar perceptimi shqiptarëve për le të themi ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Tiranë? Po, shiko, unë mendoj që edhe nëse Shqipëria në fillimin e pak pas rënies së komunizmit, nëse pëlqimi për Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë në çdo sondazh mund të ishte 98-99%, mund të ketë një erozion të lehtë, por kryesisht perceptimi se mund të ketë konkretisht me ambasadorët dhe jo me Amerikën apo me Shtetet e Bashkuara fërkime apo mos pëlqime në periudha të caktuara është më tepër nxitur nga partitë politike në momente të caktuara. Dhe kjo indinjat zhduket menjëherë sapo lideri i radhës politik ndryshon kurs. Pra e shoh është tepër të fabrikuar sesa një sentiment brendshëm shqiptar anti-amerikan. Nisur edhe nga ajo që tha zoti Shala, mendoni se kemi kaluar nga retorika për demokracinë, për reformat tek ajo për sigurinë? Retorika nga ana e kujt? Nga retorika nga ana e diplomatëve të lartë që vinë për të ushtruar detyrën e ambasadorit në Tiranë. Po, për çështjen e sigurisë unë e thash, domethënë rreziku patjetër qëndron gjithmonë rreziku iminent i infiltrimit të rus dhe kinez në Ballkan. Serbia e ka përqafuar këtë infiltrim për arsye strategjike gjeopolitike. Patjetër të vendet e tjera të Ballkanit janë të rrezikuara dhe sigurisht Shtetet e Bashkuara nuk duan që të kenë humbje terreni në skakierën gjeopolitike në Ballkan, të ndryshojnë status quo. Për sa kohë vendet e tjera janë Malizi, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, janë vende një pjesë të tyre janë në NATO, janë pro-amerikane, aspirojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian, nuk ka arsye sepse të hiqen totalisht nga fokusi dhe mospatja një ambasadorit, patjetër që ishte një sinjal dekurajues dhe ardhja e tij tashmë tregon se një kthim të shtimit vëmendjes edhe tek Shqipëria. Pastaj se a bëhet kjo për të mbikëqyrur ky ambasador investime të saktuara private të zotit Trump apo bëhet për interes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të bëhet edhe për të dyja, të cilat mund të jenë dhe njëjta gjë. Sepse fundja dhe investitorët amerikanë, qoftë familja Trump dhe të tjerë, janë biznesmen amerikanë dhe janë qytetarë që paguajnë taksat në atë vend. Dhe sigurisht ambasadori shërben si përmarrje të shtetit të tij. Po marr një mendim nga zoti Burimi, i cili është në lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Burimi, si e lexuat prezantimin e parë të ambasadorit që pritet të vinë në Shqipëri në Senat? Shiko, dëgjoj shumë hiperbola në studio dhe vi nga një vend nga Parisi, domethënë që nuk jam mësuar me të hiperbolash nga një ambasador amerikan. Kështu që vërtet është për habin time. Reagimi parë që kam është thjesht një kthim në normalitet. Imagjinoni mos kem ambasador amerikan në Paris, në Rom, në Madrid, në Berlin. Është thjesht parë një kthim në normalitet, nuk ishte ambasador, vend jo aleat, vend jo që na kanë mbrojtur para 100 viteve. Ngutja historia ati, themi në frëngjisht, me Pompi Roman, ati zjarfiksit që vë zjarën dhe fikë vetë, kryo një problem amerikanët, në aleat pa ambasador, vend aleat dhe jasallën, kaq, mos u koni tani shtimi interesit ma, pasgjër, e para dyta. Në Paris, ne me thamë, bëri qok, ato që thoi Paris, Charles, Kushner, i ati Kushneri. Pse mos pëndoti kjo gjithë për Shqipërinë, ku ky bën qok në Paris, sjell krushkun. Pse mos mendohet që edhe bën një qok, solli një shokun e vet, që është ushtarak, që e moroi
në shtator 2020, pati kohës erdhi Biden dhe hoqi Erzuku. Pse mos edhe kjo, ç'është kjo hipotezë ushtarake? Po më këtë një diplomat. Ç'do thoni? Do thoni pak çolli për një me rëndësi. Pra dhe një herë, për mendimin tim, jemi 3000 kilometra larg, ju them që dëgjoj një hiperbol. Gjë e parë. Gjë e dytë është se shikohet ka ardhur ushtaraku me sensin e luftës kundra trafiqeve, kundra drogës. Mua s'më intereson kjo. Mua më intereson problemi që ka sot Shqipëria është një problem politik. Ti mund ta zgjidhësh drogën dhe si demokraci. Nuk ka drogë në vendet arabe. Demokracisë janë. Nuk ka më drogë tani në Venezuela. Po demokraci nuk është. Pra unë shqiptar për analizën ky vazhdor, thani gjithë fjalë që Shqipëria ka një problem me shtetin e të drejtës? Që një vend aleat i NATO-s mund të ketë shumë problemesh. Mund të ketë Serbia. Po Shqipëria. Unë këtu e presa ambasador. Po të lufta drogës është problemi i tij. Po këto janë pikpyetje që ai ngriti në Senat, ishin çështje të cilat Jo, nuk ngriti asnjë çështje demokracie. Ngriti çështje, ta mbaj. Nuk ngriti asnjë çështje demokracie, ngriti çështje edhe një herë. Të trafiqeve, të korrupsionit dhe i buri një doktorat edhe më të madhe se Blinkeni, Spakut të Altin Dumanit. Pra unë shoh një vazhdimsi. Por unë shoh të edhe më tepër këtë si një personazh që vjen të mbroj interesat e kësaj qeverie shqiptare që tashmë i ka rilidhur pizzat me familjen Trump. Unë kështu e lexoj. Është një personazh që flet mirë arabisht, që ka qenë në post në vendet arabe ku Rama shkon shpesh. Një zotëri përpara tha që e bëjmë për siguri energjetike. Jo, e bëjmë për tregti energjetike, se s'ka problema Amerika siguri energjetike. Amerika do të shesi, ka shumë naftë, shumë gaz. Dhe po na mbyt tani Evropën me tot pa planet të përcjell, po Shqipëria firmos $6 miliard, $6 miliard i shqiptarë që jetu su paguaj taksa aty. Për një gaz do vi nga Amerika të hanë kështu mbrapsh. Niko që gazi i Azerbajxhanit, që vjen në këmbët e shqiptarëve, shkon 10 miliard kub gaz që shkon nga Shqipëria në Itali. Si mos tjetë më ky ram një mik i Amerikanëve tani? Ti gazin e ke në këmbë dhe shkon blen gazin Amerikan 6 miliard, ta pagojë shqiptari shkret nga fondi i botës? Mo kjo është që do jetë prap një real politik me një ambasador që do jetë një Yuri Kim i dytë, po kësaj radhe i Trumpit. Kjo është frika ime. Që nuk pritet më për demokraci në Shqipëri. Nëse dhe i bari pastaj, mësojt sot dhe i bari mund të firmoset pas lidhësh, kush për e mbron këtë Shqipëri? Kush për e mbron shtetin e të drejtës në Shqipëri? Pra ky është leximi që i bën ju. Zoti Shala, ky është leximi praktikisht që i bën ju. Zoti Shala, keni diçka për të shtuar në këtë pikë? Po unë i qëndroj asaj analizë që bëra në fillim, përzgjedhja e tij me ato tipare, me ato dhëna në këndvështrimin tim është për ato arsye që unë thash. Gjithsesi ajo do duket në fund se çfarë rrugë do ndjek. Ju e përmendet edhe ambasadorin Gjefri, që ishte afërsisht i këtij profili ka qenë edhe unë kam patur rastin të ndodhur në pozicion zyrtar që kam kontaktuar me të edhe kemi siguruar mbështetjen e tij për luftën edhe kundër korrupsionit, por edhe për forcimin e strukturave të sigurisë, policisë, shtetit e tjerë. Kështu që unë mendoj që po të ishte për t'i bërë një qok, siç u tha, mund të gjenin edhe tjerët, nuk ishte pse merrte një ushtarake sillte me këtë CV që ka. Gjithsesi, mendimet janë personale, analizat janë personale, nuk kemi pse i ngelet hatri askujt për çfarë thamë, çfarë tham. Kështu që nuk është në këndvështrimin tim unë qëndroj asaj ka dhe një problem gjeopolitik në rajon, edhe në Europë. Pra, ka një qare, po them një skizëm, një qare midis vende brenda NATO-s, pra midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe pjesës europiane. Nga ana tjetër ka një përpjekje apo ka informacione, po e themi, sepse nuk ka gjë të konsoliduar që NATO të ketë një farë, të ketë edhe të ndahet në dy grupime, pra grupimi i vendeve lindore ish komunistët të cilët kërkojnë që t'jenë
të jenë të lidhura me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra të ndahet një NATO në 2 nivele, akoma nuk është sqaruar kjo punë, po komentohet, analistët e komentojnë dhe gjeopolitikanët e komentojnë. Dhe mund të jetë edhe një interes i veçantë gjeopolitik për Shqipërinë dhe për rajonin e Ballkanit është në këndvështrimin atyre që unë thash më parë. Zoti Konde? Mund të sjell një shembull të vogël? Një shembull të vogël? Po, zoti Burimi, për të dhënë pikën kësaj teme dhe për të kaluar te tema tjetër. Po. Dy luftanier kryesore amerikane e kanë dhënë riparuan njëra në Kroaci dhe njëra në Kres, në Greqi. Plus këtë Abiano, kështu se kuptoj interesin ushtarak të madh që dëgjoj. Edhe një herë, në Kroaci shkoi, një luftanie tjetër shkoi në Kret. Pa pasysh, atë kuço i thonë vetë, që keni bazën e madhe amerikanë kanë janë. Mos hym këto debate kot. Jo, nuk ka kod debate, futa gjasëm debate koti, zotri. Jo, ai thash, nuk thash po të hym këto do anijet amerikane ku shkojnë për Genci. Nuk është përmendur si qendër kryesore strategjike amerikane. Genci. Amerikanët shkojnë atje ku ka kushte për tu riparuar anijet. Ne nuk kemi kushte, ne kemi nivel tjetër. Ai nuk është qendër kryesore, prandaj edhe një nuk është qendër. Po që mund synohet për ta bërë si Kroacia dhe si Greqia, edhe